بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Në dersin e kaluar përmendëm se duhet sakrifiku për këtë fe. Dhe se muslimanët e parë ka dhënë sakrifica dhe shembuj të ndryshëm që të vazhdojmë na sot me sqaru në vazhdimsi se kjo fe për të përhap ka nevojë për flije. Nëse na nuk flojmë për hakun, për të vërtetën, për të mirën, për të bukurën, për të dobishmen, ka njerëz që sakrifikojnë për gjërat e ndryshme, të kota, të pavlera apo interesat e dunjos. Dhe kanë herë kur shohim shembullin e atyre se sa ata sakrifikojnë për interesat e tyre, parashojmë pyetjen a thuvall na jemi të bindur se jemi i thartë e fesë së vërtet? A thuvall na e kemi kuptuar mirë se ky Islam është hak dhe se mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë tamam? Se kanë herë kur e shohim dembelinë e muslimanëve, përtesën e tyre, neglizhencën e tyre, pakujdesin e tyre, themi subhanallah, a thuvall këta janë bindur në Islamin e kështu sillen? Edhe sidomos për atyre që i bëjnë disa vite në Islam, për atyre që dekada ndoshta rinë afër xhamiave dhe hoxhallarëve, kur ata pastaj i shef si i rrok plagështia, i rrok dembelia, ose ajo që themin hajgarën i rrok vllaga, lagështia, themi subhanallah. Dhe sa me qenë shembull për të riun, ai po bëhet shembull i keq. Nëse ai me veprat e tij më amush mendjen, jo me fjalë, se me fjalë të gjithë secili mund të më kon më orator se tjetri. Nëse me vepra më amush mendjen të riut se duhet aktivitet, duhet aksion, duhet kontribut, duhet mund, duhet punë, leni llafet anësh. Aty fatkeqësisht do më thonë disa për neve çalojnë, aty disa për neve bin prej testet dhe provimit dhe japin shembullin e keq. E na do të vazhdojmë të përmendim edhe disa shembuj të disa muslimanëve se si ata janë munduar ta shfrytëzojnë pjesëmarrjen në aktivitet islam si pjesë e vërtet e jetës së tij. Tregojnë disa hoxhallar në një tubim prej tubimeve, thotë ulëm në një mexhlis të njihemi mes vete. Dhe njëri prej tyre ishte plak, i thinjosur, këtë kimet e bardha, edhe të flokës edhe të mjekrës. I kishte kaluar mbi 70 vjet. Tha, quhem Haxh Wahiduddin. Quhem Haxhi Wahiduddini. Thotë i kam 70 vjet nga jeta ime. Punoj me tregti, por realisht jeta ime i ka vetëm 9 vjet. Thotë u çuditëm si ka muzikë i plak mi pas vetëm 9 vjet. Tha, unë këtë jetën tjetër që s'kam qenë i angazhuar në thirrjen islame, që s'kam marrë pjesë me muslimanët në lëvizje dhe aktivitet, i zonë vitet humbura, pra se dite që janë bashkangjit karavanit të thirrjes islame, që janë bashkangjit njerëzve që i zgjojnë njerëzit nga gjumi, që janë bashkangjit njerëzve që i ftojnë njerëzit në islam, në tauhid, në mësimet e Kur'anit dhe Sunetit, pra se dite e llogaris veten edhe jetën time se ka kuptim edhe ka vlerë. Pra, andaj i porosit ke djemë të ri që ishin atë me gjithë dhe u thejke, shfrytëzojnë në kohën që e keni mos ta humni se këtë vite që ju shkojnë juve pa marrë pjesë në thirrjen islame dhe thirrjen e njerëzve që s'falen të falen, njerëzve që bëjnë harame të pendohen, ato vite janë të kota pa vlerë dhe nuk kanë ndonjë llogari as në dunjë e as te Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu ka pas edhe ka ala musliman të cilët mundohen ta shfrytëzojnë çdo rast për të thirrë njerëzit në fenë Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse kjo ka qenë kaluar. Sot me zhvillimin teknologjik Allahu dhu xhelal na e ka lehtësuar këtë gjë. Pa shkutit e vendi ku ai bën haramet, ti nga vendi jot, nga shtëpia jote mundesh nëpërmes rrjeteve sociale, nëpërmes internetit me i dërgu një porosi me atë rrek vërejtjen dhe me i thonë ke frikë Allahun subhanahu wa taala. Anë kaluarën është dash disa hoxhallar edhe thirrës
me shkuna për kafe e qajtore e vendet të ndryshme me i thirë ata në islam. E kur u thëshin të tjerët se po hirna për kafe me i thirë ata në islam, ata u përgjigjeshin dhe u thëshin me konë që ti e ki dikant të smund me smundjet madhe, a shkon e qën spital apo ja bin mjeku të shpia? Thot ja bim mjeku, nësa e smundet me lëviz, e bim ndihmën e shpejt të shtëpi dhe ai jep ndihmën e parë, se është i semur shumë, smundet me lëviz. E nëse ka smundjen e lehtë, atë e marri për krahi e çojmë te mjeku. Thot ashtu duhet me konë edhe puna jon, me ata që se falin namazin, me ata që se njohin Allahun, me ata që zhyten në mëkate, na duhet me shku ata te shtëpia si doktori që i shkon smundit për me shnosh atë. Pra kështu kanë dhënë shembull të sakrificës dhe kontributit dhe mundit. Këta musliman dhe vazhdojnë të japin këtë shembull dhe kontribut për me e përhap dinën Allahu subhanahu wa taala. Tregohet një tregim në Europë, edhe gjashme me këtë, një pej thirrësve dhe hoxhallarëve e shef me një qytet një kafe ku ka musliman që shkojnë në atë kafe. Kafe me rezillëqet e shumta. Mi po ke merr guximin edhe shkon, i viziton në atë kafe dhe e gjen aty një musliman i cili me tanat zezat, i dehun, i dhon pas gjunave të ndryshme që janë aty, edhe ki shkon edhe e thirr, edhe i flet, edhe e këshillon, edhe fundit e ka për krahi me nxjerr për kafes, me marr me veti. Thot, unë e kapsha për krahi më një anë, ajo femra se i kafes e kap kënd për krahin tjetër. Unë e ngreh, ajo ngreh. Luft mes dy ushtrive, ushtrisë Allahut dhe ushtrisë shejtanit, anës e khejrit edhe anës e sherrit. Kush ka me fitu? Edhe kjo luftë vazhdon që nga zbritja Ademit a.s. rrugën toksor, edhe që nga momenti kur shejtani nuk i bën një sejdë Ademit a.s. dhe u mallku, kjo luftë nuk nalët. Mirë po, problemi diku është se na që falemi, na që i themi vetës musliman dhe na që rejmë gjokës shumë herë se na jemi musliman të vërtet, na e tradhtojmë ushtrin e khejrit edhe rimi indiferent, nuk e ndihmojmë ata. Na i shohim se shejtani i glabron, i gëlltit, i merr kavetja sa e sa djemtri e vajza të reja, e ti rrin edhe shikon se ire. Ti rrin edhe shikon se çka po ndodh pa ndërhy, pa ndërmarr asnjë aksion dhe asnjë aktivitet. Edhe pas të themi na, pse e keqja po dominon, pse e keqja po shtohet, pse ma vështirë është me konë musliman i mirë sa me konë njëri i keq. Për shkak mua dhe teje, sepse na porim indiferent, edhe po i marim qoshet, edhe po shikajmë atë që ndodh, pa dhonë dhe një kontribut të madh, dhe një mund të madh për ta përmisu këtë gjendje. Andaj, thot ki hoxha, thot unë ngreh nga e djatha, ajo ngreh nga e majta, deri sa fitova one edhe mora me veti e nxora nga kafja dhe shku me te në xhami. Atje e shtina me marë gusëll, e me marë abdest, edhe mu falë, edhe mu pendue, edhe bani pendim të sinqert, edhe pendimit i ishte i mirë, edhe ma kur që këthi asaj udhës së keqe. Kjo shembull i vërtet, ku ka hyjë më dhënë mes sherit, e ka nxjerrë njerin e ka shpëtua, dhe e ka udhëzu ka khejri dhe ka e mira. Ata, njerës që dojnë me bo punë të mira, edhe me arri qëllimit, ka nërbën edhe hile të lejuara fetarisht, për me bo khejr, edhe për me bo mirë. Njëni për këtyve, një ditë për ditëve, kishte marrë një takim të mjeku. Jo pse ishte i sëmur, po kishte nisa i mjeku shumë i mirë, po i mungon daveti, i mungon udhëzimi, edhe ka marrë takim të mjeku, edhe ka pagujt orën që ja harxhon mjekut, edhe ka shkuar. Ka hi, kur ka ardhur koha me hi, ajte mjeku ka hi, ka thonë mjekut, o mjek, unë s'jam i sëmur, po kum ardhë me bo mabet me ty për dinin e Allahut. Kum ardhë me të qilua këtë kohë që e kum ble me pare prej teje. Shikoni? Ka dhonë pare, me marë termin të mjeku, jo pëtë është i smund, po mjeku në këtë rast është i smundi. E ki ka shku si mjek të aj, ka dhonë pare me shnosht atë për smundjeve të zemrës, smundjeve të imanit, smundjeve të dyshimeve të kufrit dhe nifakut. Edhe pas bisedës së këndshme, që u shëndru pas insistimit dhe më thonë të këti hoxha dhe davegjiu, foni tha, po ti kthej parët, jo tha, nuk kam nevoj për pare, tha, kjo është çmimi i kohës që ta mora une ty. Do të shikoni çfarë mënyre ka zgjedh, jo me marë pare për me bo davet, sikur se ndodh me disa për njerëzve, po është i gatshëm me dhonë pare
për me bo davetin, mi zgju njerëzit nga gjumi, mi kthell nga andra e me i qitë në rrugë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andë këto janë shembuj të cilët tregojnë se na edhe ata kemi dallim. Neve me naftue në punë të hajrit, gatshme ka nërë po pritojmë. Jo ti me nisë iniciativë të hajrit e mi thi tjetë me ndihmu në te. Gjithashtu, disa xhallarë dhe thirrës kanë thonë, kur filloja të bëhet muhabeti se ka mundësi mu jetu në hanë, e kanë hip njerëzit në hanë, thanë nëse shkojnë njerëzit me jetu në hanë, edhe në hanë kena me shku me i thirë ata në fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Shikoni çfarë ambicie, çfarë vullneti, çfarë entuziazmi kanë muslimanët e vërtet, muslimanët e sinqert, muslimanët që ja kanë gale kësaj feje dhe janë të gatshëm me sakrifikue për këtë din. Para shtreja pyetjen vetvetes te, a thu valli i gatshëm 5 kilometra me ecë për me vizitu një akrabat tonin, me atroki derë, me thonë selamu alaikum, si ki halët me imanin, si ki halët me namazin, si ki halët me urnat e Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa e sa antartë familjeve tona i kemi, si se din kiblen, nuk e din namazin, nuk e din Kur'anin, e na flem rahat. E neve gjumin e bëhet tamam, e s'naze gajla, as vështirësi s'kemi, pse ata nuk janë të udhëzuar. Edhe sa herë na bën vakim me shku pastaj mja fal xhenazën në xhami e te varrezat me varros, a e dimi se që kë njeri ka shku te Allahu me plot mangësira, apo të kisha punu unë pak me te, ndoshta kishte me shku ma i mirë te Allahu dhul ndoshta kishte me përmisu shumë veten e vet, ndoshta kishte me shku te Allahu si burr i pastruar për gjunaheve me pendimin e sinqert të tij. Por dembelia jon, përtesa jon, mangësitë tona në thirrjet islame janë shkak që shumë njerëz mi përcjell te vorret e masene me thon kët kisha punu me te, kisha marrë sevapin e ibadeteve tia, kisha marrë sevapin e veprave të mira që ai bën, ose mas paku kisha shku te varrez i qetë, sepse e di se jam tu përcjell njeri që atje ja ka bo vendin vetit të mirë dhe nuk ka gale dhe mërzi për atë njeri. Para mendoni gale muslimanëve, një djalë i ri thot, sa gjendja e keqe e umetit islam është sot. Ju e dini se do të është një kull e madhe që në Londër që quhet Big Ben, domethënë ku është saati i vjetër, një kull e madhe e vjetër. Thot, sa dopt jemi na muslimanët. Kur do të vjen dita me shku që në qatë kull me hip edhe me thirë ezanin, edhe me i thi njerëzit në shpëtim, edhe me i thi njerëzit në namaz. Dhe jo rastisht na vazhdimisht ballafaqohemi me njerëz të cilëve u pengon ezani. Dhe kjo është rezultat normal. I pengon ezani atij që në zemrën e tij ka bën fole shejtani. Kështu është rregulli edhe matematika. Në zemrën e cilit ka bën fole shejtani, atij i pengon ezani. Se ku thirret ezani ik shejtani, edhe ai që atij që i pengon ezani, domethënë në zemrën e tij ka bën fole shejtani, edhe për atë është kundër ezanit, mirë po, sikurse është e ditur dhe e provuar edhe argumentuar me fakte historike, mos flasim me fakte fetare, se kanë tentuar shumë njerëz me i nal xhamiat, edhe me i prish minaret, edhe me ndal ezanin, por ka dashur Allahu dhul xhelal që ato të rikthehen e të përhapet ezani në gjohet edhe më lart, sesa ata kanë menduar dhe kanë planifikuar me shkatru ezanin. Kështu që këto janë çështje që nuk duhet me brengos muslimanin, sepse janë tentativa dhe orvatje të dështuar në start dhe nuk kanë sukses, sepse këtë fe dhe këtë din nuk e mbrojnë muslimanët, por është Allahu ai që i mbron, edhe pse në momentet caktuar i lën njerëzit mu sprovu me sprova ndryshme për me pa kush për tyve është durimtar dhe kush për tyve e tradhton amanetin Allahu dhul xhelal. Një rast tjetër për rasteve bashkëkohore, një musliman spanjoll në Amerikë, në New York, i cili ishte bë musliman ai dhe gruaja e vet. Shikoni kontributin e tyre. Çdo ditë të diele ai dhe gruaja e vet shkojnë te një kish. Edhe kur dalin njerëzit prej kishe, ata u flasin atyre mbi islamin dhe parimet e islamit. Burri u flet burrave, e gruaja u flet grave, e shfrytëzojnë rastin, takimin me ta, ata dalin prej fesë të tyre, prej ibadetit të tyre, ta ja ofrojnë atyve tauhidin, ja ofrojnë atyve monoteizmin, mësimet e Kur'anit dhe mësimet e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këtë na kemi nevojë që të bëhemi pjesë e kësaj feje, pjesë e kësaj ushtrie e cila e përhap këtë fe me urtësi, me fjalë të buta dhe zgjedhuna, me ashtu siç na mëson Allahu në Kur'an,
dhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta përhap këtë islam anën mban botës, ashtu sikur se u ka përhap në të kaluarën prej muslimanëve të parë, sahabeve, tabiinëve, atba'u tabiinëve dhe brezave të ndryshëm deri në kohën tonë. Që të bëjmë në pjesë asaj ushtrie të cilën nuk e din askush veç Allahu, si thot Allahu Kur'an, wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu, vetëm Allahu është ai që e njeh ushtrinë e tij, se kush e ndihmon këtë fe dhe kush bëhet sebeb i përparimit të kësaj feje. Njëri prej hoxhallarëve para disa viteve, para disa dekadave, e ka bërë një kriter interesant për të vlerësuar se kush sa ka kontribuar për këtë dinë. Normalisht kjo ka vlerë në atë kohë, sepse në atë kohë shumica e lëvizjeve kanë qenë në kom. Për të ndonjë personi që shumica e lëvizjeve bëhen me vetura apo me kerra. Thot ky hoxha kur i mbledhsha talebet në xhamin ders, u thosha ka dal te dera e xhamis. Dva shoh kundrat përfundi si i keni. Ata ku dëshin që do me këshirë pasatin e kundrave. Tha jo, du me këshirë se kush për juve i ka kundrat ma të hangërta, që me kuptu se kush për juve ma shumë ka esë për ta përhap këtë fe në rrugën, për ta përhap këtë fe në mesin e njerëzve në përgjithësi. Pra, ta shohim kush sa ma shumë ka esë dhe ka lëviz për ta përhap këtë fe dhe për të mësuar njerëzve dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, ai që i kishte këpus ma shumë të hangërta, ishte dhe më dhonë ma i mirë të ki hoxha, sepse ka në lodhë ma shumë edhe ka punu ma shumë për me përhap fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Thash, ky shembull e ka përdor ki hoxha në atë kohë, sepse shumica e veprimit ka qenë me ece në kamp, mirë po sot i kemi na shumë mjete, kemi shumë mënyra se si ta llogarisim shërbimin tonë për këtë fe. Dikush e ka sa do dhët gumat kerit harxhon, dikush e ka sa benzinë dhe naftë harxhon, e dikush e ka sa giga të internetit harxhon për ta përhap fen Allahut subhanahu wa taala, ama secili prej neve duhet me mat sa na po harxojmë edhe po shpenzojmë për ta përhap këtë fe të Allahut subhanahu wa taala. Tregon Sheikh Ali Tantawi rahimahullahu taala një tregim shumë interesant të një hoxhe në kohën e tij në Halep, kjo mohabet para 70 vjetëve, 100 vjetëve parafërsisht. Thot Sheikh Ali Tantawi rahimahullahu taala, një ditë për ditëve hina në një xhami të qytetit të Halepit. Inshallah Allahu dhu xhelal sa më shpejt i liron këto qytete dhe këto vende nga kurtha e atij njeriu të prishur edhe të çoroditur, e i bën vatrat e islamit edhe mbështetjet e muslimanëve të botës inshallahu taala. Do të shkova në xhami të xhamive të Halepit edhe pash një djalë të ri po falet aty. A unë tha e njefsha, ky djalë ishte i njohur për të punë tek këqija të shumta që i bën. Ishte i njohur se pinte alkool, e bënte zina, e mirë ke kamat, nuk respektonte nanën e babile, me kishin përzon për shtëpie për shkak të çijave që i kishte. Edhe afrova thash, a jebet i filani? Tha, po unë jam. Po tha, që shtilëzebet i Allahu, ka të pru Allahu në xhami ti. Ma në men, kjo është e puna, s'ka nevojna me nëshmu kërkan. Këtë qia ti pas ka pas. Mirë për ka ardhë momenti me taku ki hoxha në xhami atë. Edhe i tha, ka beti në xhami, si të uzoj Allahu dhu gjelal ty e të pru në xhami, tha, më uzoj Allahu dhu gjelal në dorën e një hoxhës plak. E tha, si mrinë e hoxha plak të ti, kur ti, si shë ka xhamia kur? Ti veç në për kafe në diskoteka rishe. Tha, kështu ka ndodhë të regimi. Një ditë për ditëve, në xhami koshive, në xhami afër që e kishim na, xhamia ishte e vogël, hoxha, një ditë për ditëve, që ishte hoxh plak në mosh, u tha xhamatit, ku jeni me o xhamat? Ku janë rinia e mahallës? Ju plesh për vini, ama ku janë të rritë? Ata të rritë duhet me arë në xhami, atyve me u folë, e ata me marë fen edhe me vazhdu. I thanë xhamati, vallai të rritë në për kafe diskoteka, ata zvinë xhami. E ki tash hoxha plak si ka pa ato punë të reja që ka ndodhë, ka në qka është ajo diskotek? Ka thonë, po është një vend ku ka një drase, ati për mi dalin, pastaj valzojnë, dhe më thonë, femnat dikush e veshën, dikush e zhveshën, e tjertë për rreth, dhe më thonë, shikojnë, e pastaj dikush për tyme valzojnë e kështë më rreth. Ma bejtet që sot ketë edhe fëmija i vogël i din. Ama kjo hoxha në atë kohë, si kishte ditë, pse se as ka pas televizore, as ka pas mjetet për mi pa, u habit. E ka thonë, po pse nuk shkojmë na me i thira të rritë pinë diskotekë marë në xhami? Be ka thonë, hoqë shkajt e folë. Ku shkojnë sot me të pati diskotekë, shkojnë me të kesh kejtë, kanë mutalë me ty, kanë me lutë. Jo, ka thonë, po shkojmë na, ku janë të rritë, atje po shkojmë edhe na.
Edhe e merr një xhamat matri me veti, thot kallzon një kohë është veni. Edhe merr ai riu, xhamatliu përdore hoxhën edhe shkojnë te diskoteka. Edhe doin me hi. Kur e shohin ata në hyjme derës, thot ku shkon ti? Kjo s'është vetëm për ty, ti s'mundesh me hi. Jo thot unë kam ardhur me këshillu këta njerëz për Allah. Kjo tregon qëllimin drejt. Jo thot s'mundesh me hi. Jo thot unë kam ardhur po insistoj. Jo thot s'ka shanse se ti më prish mu këtë punën. Thot po ta paguaj unë. Një ditë sa fiton ti, çka ka çfarë? Po t'japu në këtë parë për fitimin e editorëve, do të më lë tu flas ti vetrive një ditë, domodin ty jap një këshill. Edhe thot hajde nesër, ja jep ki parët, edhe thot hajde nesër. Nesër kur fillon ajo orari i punës së tyre, shkon hoxha me 2-3 të xhamis edhe hyn në diskotekë. Normalisht fillim dalin ata e bëjnë një shfaqje të parë, edhe kur ulet perdeja, për s'dyti kur hapet perdeja, del hoxha në midis asaj bine edhe fillon me fol. Këta publikun fillim kujtojnë se ajo janë të bo skeç hajgare. Në kam prur një hoxhë dhe më dhe mu talë me te. Mirë po, ja nisi me edhe po flet, po vazhdon, masene, kur e pan se kjo e ka seriozisht nisën me bërtit ato, largon e beke si s'kina orna për këtë, këna për që të sen. Mirë po, a i vazhdojnë me fol, edhe me këshilu, me ajete, me hadithe, me porosi, edhe filloj me aprek zemrët, edhe me ngacmu, edhe mes tjereve u tha, o njerës, Allah u ka dhonë jetën e gjatë, ju vazhdimish po bëjnë i gjunahe, kur e kini shiu knasin ati me gjunave, i bot gjunahat, edhe hupi knasia me gjunahat. Nëse keni mendal para Allahut, cili është bagazhi që keni marrë me vetë. Edhe filloi me këshillu me këshillat e ndryshme, me ajete dhe me hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa e përfundoi fjalimin edhe u nis me dal, do të keq që ishin mrena, u nisën me dal mas hoxhës me shku mas atij. Thot mes atyve isha edhe unë. Po mes atyve që u penduan nga ky fjalim ishte edhe pronari i diskotekës, e vendosi me lën këtë punë, me mbyllat diskotekë edhe me lën për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra kështu ishte tregimi i një hoxhës i cili e shfryzoi një rast të vështirë, të rëndë për të, mirë po me sinqeritetin e tij që e kishte dhe entuziazmin për hir të Allahut dhul xhelal, u bë sebeb që ata njerëz që ishin të pranishëm aty me udhëzue edhe mu largu nga punët e liga dhe më u kthy xhamis e më u kthy Allahut subhanahu wa taala. Këto janë shembuj që kanë ndodhur. Dhe i përmend ulemat në për librat e tyre. Normalisht se edhe na kena mundësi me dhonë shembuj tonë. Se cili për neve që është në këtë xhami, edhe ata tjerët kemi mundësi me qenë ky shembull edhe më i mirë se ky. Kur? Atëherë kur kena me lënë dembelin dhe plokshtin pas shpine, atëherë kur kena me shpreh vullnetin, entuziazmin dhe energjinë tonë me shembuj, me vepra, jo me fjalë dhe me muhabete. Atëherë kur kena me shpreh kafet dhe çajtorët prej muhabeteve boshe, edhe kena me shndruar në aksion dhe aktivitet për të vizituar këtë lagjën i njoh e si njoh, këtë qytetin e njoh e se njoh. Këtë formë ka mundësi atëherë mi dhon hap dhe stimul për hapjes së fesë Allahut dhe udhëzimet e njerëzve, e jo me muhabetet në për internet edhe ndehet në për çajtore që i bëjnë një pjesë e madhe rinison dhe mendojnë se ashtu ndihmohet feja, realisht ashtu vetëm se dëmton imanin tan edhe i përgojon muslimanët edhe humb bereqetin e ilmit, diturisht që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Kjo është njëra pjesë. Pjesa e atyre që punojnë për hajër, por edhe ata që punojnë për sherr, edhe ata lëvizin, edhe ata nuk ndalen, edhe ata japin kontributin e tyre, edhe pse Allahu subhanahu wa taala e ka treguar qartë edhe perazi se gjithë ai mund edhe kontribut që japin ata për ta fik dritën e Allahut, për ta zhduk ndriçimin dhe shkëlqimin e fesë Allahut, janë të kota, siç thot Allahu wa yaba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Refuzon Allahu gjithsesi ka me e plosu dritën e tij edhe pse këtë gjë e urren kafirat. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala wa intalaqa mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum in hadha la shay'un yurad. Dhe paria e idhujtar dhe u than esni dhe duroni në mbrojtjen e zotnave tuaj idhujve që ju adhuroni, sepse ata dojnë me na zhduk politeizmin. Dhe tregon për Ibrahimin dhe popullin e Ibrahimit alayhis salam se ata populli i Ibrahimit than harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, djegni Ibrahimin dhe ndihmoni idhujt tuaj nëse jeni duke bërë ndonjë punë. Dhe foli për qafirat dhe tha wa idha tawalla sa'a fi al-ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-hartha wan-nasla wallahu la yuhibbu al-fasad. Edhe ata vazhdojnë me përhap çorodi dhe fesad në tokë, e me shkatru
tokën edhe me shkatru njerëzit ose pasardhësit, e Allahu nuk I don ata që bëjnë fesad, dhe tha wa tara kathiran minhum yusari'una fil ithmi, dhe shumë prej tyre nxitojnë me bëj gjunaha, dhe tha wala yahzunuka alladhina yusari'una fil kufr, mos të mërzisin ty ata që nxitojnë me bëj kufër. Andaj të gjitha këto lëvizje edhe aktivitete që I bëjnë qafirat për të mbrojt idhujt e tyre dhe për të mbrojt kufrin e tyre, kanë me dështue edhe kanë me pësu në dunja, e mos flasin për atë që I pret kur dalin për Allahu dhu gjelal. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratun thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Dhe jo besimtarët harxojnë pasurinë e tyre për të larguar nga rruga e Allahut. Ata kanë për të harxuar këtë pasuri, mirë po pastaj ka më ardhë me keqardhje për to, pastaj do të humbin dhe dështojnë, dhe kështu qafirat do të ringjallen në xhehenem. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba, ata do të kenë fytyra të përuluna, do të veprojnë shumë të lodhuna, mirë po do të jenë banor të xhehenemit. Dhe thot Allahu dhu jalal, kul hal unabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Ati tregoj me ata që bëjnë vepra por janë më të humburit, ata edhe pse mendojnë se janë duke bërë vepra të mira, ata që mohuan argumentet e Allahut dhe takimin me të, atyre Allahu azgjasoj veprat e tyre dhe atyre nuk u bëjmë as pak vlerë dhe pesh ditën e Kiametit. Dhe Allahu dhu jalal, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Do të bim ata njerëz para punëve që I kanë bë, e para syve të tyre punë kena me bë plumb dhe hi, pa kuni far vlerë dhe pa kuni far peshe. Ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum, ata nuk besonin, andaj Allahu u azgjasoi atyre veprat. Sepse dikush për tyve lëviz për intereset e dunjas, edhe ai që lëviz për dunja, ai punon, fiton mirë, po te Allahu s'ka kur gjë. Thot Allahu subhanahu wa taala, men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ata që synojnë jetën e kësaj bote me punët e tyre, u azbukurojmë këto vepra atyre dhe u paguajmë në dunjë, mirë po ata në ahiret nuk kanë as pak hise, do t'ju azgjesohen këto vepra dhe do t'jenë të kota dhe do të dënohen në zjarmin e xhehenemit për shkak të punëve tyre që I kanë bërë. Dhe të tjerët që bëjnë këtë punë, angazhimet tyre për mi largu tjetër nga rruga e Allahut, harxojnë pasuri dhe mund për të larguar njerëzit nga punë nga rruga e Allahut, edhe ata nuk fitojnë asgjë. Thot Allahu alladhina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Ata që mohuan dhe I larguan njerëzit nga rruga e Allahut, atyre Allahu wa zhduk wa hum veprat e tyre. Gjithashtu tregon Allahu subhanahu wa taala, thot liyahmalu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm. Mëkatarët, gjunaçarët, qafirat do t'i marrin, do t'i bartin gjunat e tyre të plota, pa ju mangësu asnjë gjuna, bile do të marrin me vetje dhe gjunat e atyre që janë bërë sebeb për t'i larguar nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Ata mundohen, përpiqen, punojnë, mirëpoket ai mundi tyre shkon kot. Nëse fiton diçka në dunjë, te Allahu ka më zhduk ajo punë, edhe ka më meritu dënimin edhe ndëshkimin e Allahut subhanahu wa taala. Normalisht se do të kjo është lufta të cilën e bëjnë jo besimtarët për të përhap kufrin dhe mosbesimin e tyre, dhe duhet me qenë puna jonë për me përhap khairin edhe të mirën në mesin e njerëzve. Andaj, kur I kemi parasysh disa shembuj, që t'i përmendim aq sa na lejon koha, duhet me na ardhur turp neve, të cilët I themi vetes musliman, I themi vetes monoteist, I themi vetes ndjekës së rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njerit më të mirë fytyrën e tokës. Sa ata mundohen e sa na mundohemi edhe kontribuojmë. Një tregim nga historia më e re, jo shumë e re, po shekullin e 19. Në Amerikë, një njeri e ka pas emrin Houston. Houstoni sot është qytet në Amerikë I njohur. Në vitin 1830, në Kongresin Amerikan, e man një fjalim, në cilën fjalim asnjëherë se përdor një fjalë dy herë.
dhe i magjepson të pranishmit në atë kongres dhe në atë të bim, dhe arrin sukses që lufta e banorëve të ri të Amerikës me vendast që quhen indian do të qetësohet edhe të nalet edhe të fillon të zhvillohet Amerika në këtë formë që e merr. Andaj, pas këtij fjalimit dhe këtij suksesit, e thret kryetari amerikan i asaj kohe dhe i thot: Teksasi është pjesë e Meksikës. Thot, kurse ardhmëria e Amerikës është e lidhur me Teksasin, edhe kjo është e vërtetuar me pasesë se në Teksas është nafta. Mirë, ata kanë studime dhe kanë informata paraprake, thot Teksasi është pjesë e Meksikës, ardhmëria e Amerikës është e vartë për Teksas. Andaj kërkoj prej teje që të shkojsh ta bësh pjesë të Amerikës Teksasin. Thot, nuk ka problem. Thot, unë e shkoj, mirë po mjep pare dhe mjep njerëz me veti. Thot, s'ka as pare as njerëz, vetë kime shku. Vesh kam i të dhonë di njerëzi rrugës me të përcjell, deri te domethënë është lumi Mississippi, e kalon lumin Mississippi dhe pastaj shkon në Teksas atje vet. Edhe si dishti, si të mundesh ti, e kthen atë popull dhe atë vend që ti bashkangjitet Amerikës. E pranon këtë detyrë, shikoni. E pranon këtë detyrë me shku vet në Teksas. Edhe me punua që ta bindë popullin e Teksasit të bëjnë revolucion kundër Meksikës e të i bashkangjiten Amerikës. Thot, e pranova këtë detyrë dhe këtë obligim, edhe shkova e hapa një zyre të avokatit në Teksas. Derisa u shndrova në prokuror publik në atë vend, edhe filloja me punu me popull. Edhe ndihmojsha popullin në problemet dhe të lashet e tyre që i kanë. Derisa fillu njerëzit me mdasht, edhe me e pëlqy domethënë vendimet edhe qëndrimet e mia. Fillova unë me zgju popullin me kërkue pavarësi nga Meksika, me fillu lëvizjen e pavarësisë, edhe dëshirën për të bashkangjit domosdoshmë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Do të kështu, domosdoshmë disa vjet punoj në këtë drejtim derisa u filloi revolucioni, u dam Teksasi për Meksikës, edhe shprehi dëshirën e bashkimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pas disa viteve erdh ai domosdoshmë tek kryetari i Amerikës, ja dorëzoi qesin e Teksasit, duke mos harxhu asnjë dinar dhe duke mos vra asnjë njeri në këtë luftën e tij që e boni për të bashkangjitur Teksasin domosdoshmë Amerikës. Dhe si fsheh falëndrimi të këtij kontributi të madh që boni Houstoni, ata e martuan një qytet me emrin e këtij që Allah sot e kësaj dite njihet si qyteti Houston. Nuk kjo është shembull se si një njeri kur ka vullnet dhe entuziazëm dhe dëshirë ka mundësi me dhënë kontribut shumë të madh. Edhe me bo revolucion me plot kuprimin e fjalës, pa pare edhe pa njerëz. Se na kur folim me zvete shpesh herë për të punë të mëdha, çka themi? Vallai me pas pare lehtë është. Për këtë punë duhet pare. Jo vëllazni. Për këtë punët e tona fillimisht duhet vullnet. Vullneti është në zemër. Vullneti është shpirtin tanë. Nëse ti ki vullnet, ka mundësi me bo shumë. Edhe se cili pineve që pak ndonjëri ka bo vaki me pas zor më të madh, e ka pas se çfarë fuqia e posedon, po dera ditë se ka ditë. Ande sa më shumë që ki zor, e presion, e ngushtim, aq më shumë e merr vesh çfarë takati ki ti. Ama ku ti dosh në bollok edhe të mira, ku ti ki hazër, ti nuk e di se çfarë mundësie edhe çfarë kapaciteti edhe çfarë resurse ki ti në veten tonë. Tregimi tjetër e kemi përmend në deset e kaluara, do t'i bi shkurtimisht ai studenti japonez që çoi shteti japonisë mas luftës ditë botnore me e mësu domethënë maqinerin mas luftës së parë botnore ku shkatërrohet Japonia, e çon studenta në Gjermani për studiu maqinerin. Thot ki studenti japonez, shkova edhe ata profesor gjerman mësojshin teori. I thoshin në lënë teorinë, çojmë te fabrika, uzina ku prodhohen motorët. Thot ata më largoheshin pi fabrikës e më jepshin mësime teorike. Unë thot këtë liva çaka i mësova. Mirë po, dësha me po motorin me sy, Allah se kisha po. Thot dëgjova që ka një ekspozitur të motorave italiane. Thot shkova edhe pash. Thot unë s'kisha pare me veti, i kisha rogën si student që me jep ke shteti. Edhe kisha mbledh. Shkova vleva një motor me pare që i kisha dhe e punat të oda ku jetosha dhe banosha. Edhe çka bona, thot fillova
atë motorin me da pjesë. Edhe çdo pjesë që e dajsha, e vizatojsha edhe e isha një numër. Derisa këtë motorin e demontova, këtë motorin, pjesë. Edhe pastaj fillova me e montue pjesë i pas numrave që kisha. E montova përsëri, e dheza punoj motori. U gëzova shumë. Mirë po thash, ki motor ka mundësi mu prish. E si mi bo pjesët, do të shkova e mora një motor të vjetër, edhe atë e demontova pjesë. Edhe pash cila është pjesa e prish. Edhe pastaj u deshke me shku me ndreqat pjesë. Por me bo pjesë të reja, u deshke me shku me mësu zanate, me shku me te farkëtari, me mësu se si duhet me shkri hekrin, si duhet me dhonë form hekrit. Shkova edhe atje. Thot e mësova dhe zanatin e farkëtarit, se si do më dhonë zbutët hekri, i jipet form hekrit, e regullova atë pjesë, i avndova motorit, e montova motorin, filloj me punu motori, u gëzova pa mos. Edhe veç mu e mësova zanatin, edhe po më thirë imperatori i Japonis me shku atje. Thot kur shkova, ata më pritën dhe më dhonë si me konë imperator mbret i Japonis. E tha, po ka dëshirë mbreti imperatori me të pritë, si me pritje madhëshëri, thash jo. Thash letë prese pak. Shkova e hapa një fabrikë të vogël dhe fillova me prodhu motorët. Me dijen që kisha. Kur i bëna 6 motora, atëre kërkova prej imperatorit, kjo ka zgjat me vite, kërkova prej imperatorit me mbo pritje. Edhe kur shkova, i mora me veti motorat, edhe kur erdhë doli para nesh imperatori, i dheza motorat, edhe tha imperatori kur s'kam dëgju muzikë më të mirë se sa kjo që ti je duke bo. Shikoni, dhe më dhonë vullneti i madh, i cili parët e veta, që kishte dhonë shteti për mi harxhu për vetën e ti. Ai i shfrytëzoi për me, i blej ato motora, edhe teorinë që kishte mësu për menç, ta tregon në praktik edhe ta vjedh zanatin si duhet, edhe pastaj të bën këtë prodhim, sikurse na e dimi sot Japonia është për shteteve më të zhvilluara në botë për shkak të këtyre burrave që e kanë dhënë këtë kontribut. Ajo që është interesant, më interesant se kjo një tregim tjetër që e përmend një hoxh për hoxhallarëve që thot një ditë për ditëve fola me një thirrës islam i njohur në Gjermani, Fuad Serkini. Ishte në Gjermani, punojke në një institut, në institutin e shkencave islame në Frankfurt. Thot do talebe të ri kërkun prej me shku të aj në atë institutin me mësu. Thot e une si ndërmjesus e jefsha atë edhe ndërmjesova, a i me zor i pranoj. Kur shkun këtë talebe të ky Fuad Serkini me punun që këtë institutin e shkencave islame në Frankfurt, tha ju muni me ardhë me punun këtë institut mirë po me një kusht. A i kusht është që në këtë institut me punu 16 orë. Jo, be thënë 16 orë, shumë. Në s'kina ardhë me më umit këtu. Kështu folim na. Më umit të punue, më umit të lezue, më umit. Smytët njeri të punue, as të lezu, smytët. Njeri veç botë ma i madhe, ma i fort. Që këta musliman, talebe, tha une mendesi qova atje, mendesi i pranoj atje, ku i thashun 16 orë me punue, thënë jo, qëfarti. E tha na murë përdore i Fuad Serkini edhe na qojnë bibliotekë e këti institutit. Edhe tha, po i shetin që të djemë që ati? Po. Tha, qka janë ata? Tha, po duke se janë japones. Tha, këta japones ka 16 orë, tha rinë, punojnë, tha, në librat e vjetra islame edhe nuk lodhen. A i huji i bën 16 orë edhe nuk lodhet, ti për vetën tone, priton mi bo 16 orë. Edhe mos e do me ecë për para. Nuk mund është me ecë për para. Edhe kjo është për mangësive tona të cilët e kemi. Tregon një djalë i ri në Gjermani, thot isha duke në shtëpinë teme. Edhe tregit e dera. Kur dola, para derës, dëshmitarët e Javajt. Edhe këtë ju e dini gjithë, se këtë i keni pa në për rrugë duke ecë. Thot kur i pash dëshmitarët e Javajt, edhe ai po më thret në besimin e vet. I thash unë jam musliman, mos e lodh me mua se unë nuk i besoj asaj që të thimte. Tha, ani s'ka gale, ndëgjoj çka më fol. Vazhdoi. Tha kur e pash se s'po nalet jam shela derën. Tha dhe mas ja kum shel derën edhe gjim saati mas derën ka fol. S'është nal. A kena bona dikush pineve këtë punë me dikën prej muslimanëve tonë. Me shku të dera dhe me i fol për islam. Me tregu që thot Kur'ani, që thot Sunneti. E ai me ta mshel derën, edhe ti me meta apet të i fol atij. Na sikur se e dim hallin ton, po pritojmë punë të thjeshta me vazhdua. Me gjetë dikën pineve që 10 derë se panal ka ardh, i themi medaljon duhet me të ardh në dhon. Çfarë do që ka ardh puna jon? A mos flasim që na për ditë me pas gale fen, edhe mi thjesht fen Allahu subhanahu wa taala. Fatkeqësisht kjo është gjendja jon.
gjendje e mjerueshme, cilën gjendemi na dhe e cila padyshim domethënë na tregon se na kemi nevojë shumë, më shumë me u zhvillue, me u përparue edhe me u sakrifiku për këtë din dhe për këtë fetë Allahu subhanahu wa taala. Tregon doktor Abdul Vedud Shelebiu, i cili është i njohur për debatet e tija mes feve, në një libër të tij që quhet Fi Mahkemet Tarikh, në gjykatën e historisë, thotë më kujtohet shumë mirë një herë ku pata shkuar në një qendër të përgatitjes së misionarëve në Madrid, në Spanjë. Thotë në hyjme të këtij objektit, në sallën e madhe që ishte një plak e madhe ku atje shkruante. Çka shkruante atje? Thotë o ti misionar i ri, ne nuk të premtojmë ty punë, as banim, as shtrat të madh. Ne të tërheqim vërejtjen se kjo punë që ti ke ardhur me hinë te, kërkon prej teje lodhje, ndoshta edhe smundje. Këtë ajo që ta ofrojmë na është buka, është dituria, është buka edhe një shtrat i vështirë edhe një shtëpi e vogël ku kemi jetu ti. Shpërblimin, të gjithë shpërblimin kime gjetë të Zoti pas vdekjes. Nëse ti vdes në rrugën e Jesujit, në rrugën domethënë e krishterizmit, duke i thirrë njerëzit në këtë fe dhe në këtë domethënë besim. Shikoni, kjo është premtimi që ato ja bëjnë. Skitu as parë, as rrogë, as domethënë pasuri të madhe, as shtëpi të madhe, po mu sakrifiku për besimin e tyre. Dhe kjo ka qenë sebeb që shumë njerëz domodin pastaj më bashkangjit ty edhe ju, sikur se e dini edhe janë tregimet e njohura se sa misionar i kanë lënë vendet e mira evropiane edhe jetojnë edhe sakrifikojnë në vendet e ndryshme afrikane ku është gjendja e vështirë, kushtet e vështira, s'ka domodin kushte elementare për jetesë, mirë po ata për shkak të besimit që kanë e japin atë kontribut edhe japin atë mund. Problemi është se ku është mundi jon, ku është kontributi jon, cila është sakrifica jonë që duhet na me dhonë në këtë drejtim edhe domethënë në këtë rrugë. Fatkeqësisht na lere që në zhgandër nuk bëjmë kur gjë edhe arsyetohemi me mundësi, pa as ëndër nuk na shkon mendja me bodavet e me thirrje kanë ka heri edhe ka e mira. Pse? Se nuk i ki gajle, nuk i ki preokupim, nuk është ajo brenga jote kryesore dhe fatkeqësisht nëse na kështu vazhdojmë, atëherë nuk ka mundësi me shërby këtë fe dhe me kontribu për të mirën e këtij populli dhe këtij vendit. Ka nevojë për më shumë vëmendje, ka nevojë për më shumë flijim, ka nevojë për më shumë sakrificë, ka nevojë për më shumë kontribut, ti lëm llafet e muhabetit, ti tregojmë punë, se njeri te Allahu matet me punët e veta, edhe matet me qëllimet e veta ku do me mri. Andaj ti caktojmë vetes qëllime të larta, të angazhohemi në punë të mëdha, edhe jo ta mashtrojmë vetveten siç thot njëri prej shkrimtarëve musliman Rafi'iu, e thot një fjalë shumë interesant për disa njerëz, thot takhtari lahu al-alfadh al-kabira li yatalaha biha, thot ka njerëz disa njerëz i shpikin do terme të mëdha mu argëtu me to, mu mashtru. Arali shpundet i as janë kërkon, ama miret me emra të mëdha që është si emën i madh, edhe te Allahu edhe te muslimanët, ama punët e tij janë kërkon lidhe me këtë emën që ai e ka shpik edhe domethënë fol për te ose e promovon si vlerë. Andaj na duhet ta ndryshojmë këtë gjendje që secili prej neve të ketë synime të larta, po ketë edhe punë, dëshmi faktike për këtë synim të madh të vetit, mos jesim vetëm llafe, por të jesin veprat ato që e argumentojnë dhe dëshmojnë këto llafe. Mo elusim Allahu xhalal vazhdimisht në ebritë të bishme dhe veprat mirat, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe lusim Allahut na jep kësi ambicie dhe kësi vullnet për ta përhap këtë dritë dhe këtë mirë dhe këtë hajër dhe këtë bereqet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafuran rahima.